7 ngjyrat që bllokojnë pasurinë dhe lumturinë në shtëpinë tënde dhe 3 ngjyrat që të hapin dyert e fatit. Feng Shui vërtet. Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhe në kanalin tim. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot me miqtë tuaj. Sot do të flasim për diçka që shumica e njerëzve e injorojnë plotësisht kur dekorojnë shtëpinë, por që ndikon çdo ditë në fatin financiar, në shëndetin emocional dhe në harmoninë e familjes suaj. Po flas për ngjyrat e mureve, të mobiljeve dhe të dekorit. Sipas Feng Shuit mira vjeçar, ngjyra nuk është thjesht estetike, është energji e gjallë që ose të ushqen ty dhe familjen tënde ose të ha fatin ditë pas dite pa e kuptuar. Në minutat që vijnë do të zbulosh 7 ngjyra që 90% e njerëzve i përdorin gabim dhe që bllokojnë plotësisht pasurinë. Dhe 3 ngjyra që të sjellin para, qetësi dhe dashuri në shtëpi si me magji. Qëndro deri në fund sepse pika e fundit është ajo që shumica e mësuesve të Feng Shuit nuk duan ta tregojnë, por unë po ta jap falas. Pse ngjyra është kaq e fuqishme sipas Feng Shui? Para se të hyjmë te lista, le të kuptojmë shkurt pse funksionon kjo. Në Feng Shui, çdo ngjyrë lidhet me njërin nga 5 elementet: dru, zjarr, tokë, metal, ujë. Kur një element është shumë i fortë ose shumë i dobët në shtëpinë tënde, energjia e jetës ngec ose bëhet toksike. Dhe ti e ndjen këtë ndoshta si lodhje kronike, shere pa arsye në familje, para që ikin sa vinë. Unë kam pasur klientë që vetëm duke ndryshuar ngjyrën e dhomës së ndenjes, brenda 3 deri 6 muajsh u janë dyfishuar të ardhurat. Nuk është magji, është ligj energjie. Tani le të fillojmë me 7 ngjyrat që duhet t'i shmangësh me çdo kusht ose të paktën t'i përdorësh me shumë kujdes. 1. E zeza e thellë. Ngjyra numër 1 që duhet të ketë frikë çdo shtëpi që do pasuri dhe gëzim është e zeza e thellë. Në Feng Shui, e zeza përfaqëson elementin ujë në formën më të thellë dhe të errët, është si një liçen i ngrirë në mes të dimrit. Kur e përdorim në mure të tëra ose në dhoma të mëdha, kjo ngjyrë thith të gjithë dritën dhe energjinë pozitive. Klientët e mi që kishin dhomë gjumi të zezë më thoshin: ndihem sikur flen në një shpellë, zgjohem i lodhur dhe pa shpresë. E zeza e tepërt sjell depresion, bllokon rrjedhën e pasurisë dhe madje mund të shkaktojë probleme me frymëmarrjen sepse energjia bëhet shumë e rëndë. Çfarë të bësh nëse e do të zezën? Përdore vetëm si aksesor, një jastëk, një pikturë, një kornizë dhe kompensoj me drita të forta të ngrohta dhe me ngjyra të verdha ose portokalli pranë. 2. E bardha e ftohtë. Ngjyra numër 2 është paradoksale sepse duket e pastër dhe moderne, por është një nga më të rrezikshmet. E bardha e ftohtë, ajo që duket si muri i spitalit. Në Feng Shui, kjo është energji metalike e tepërt dhe e ftohtë. Krijon ndjesinë e sterilit, të zbrazëtisë dhe pa e kuptuar, njerëzit fillojnë të ndihen të vetmuar emocionalisht edhe kur jetojnë me familje të madhe. Kam parë çifte që jetonin në shtëpi krejtësisht të bardha dhe grindeshin çdo ditë, kur ndryshuan në krem, brenda një jave u kthye dashuria. E bardha e ftohtë fshin ngrohtësinë njerëzore. Zgjidhja: kaloni në të bardhë fildish, krem ose bejge të ngrohtë dhe shtoni gjithmonë bimë të gjelbër dhe objekte druri. 3. Hiri, gri e mesme ose e errët. Ngjyra numër 3 është super popullore sot, sidomos në stilin industrial, por është vdekjeprurse për energjinë, gri e mesme dhe gri e errët. Në Feng Shui, gri përfaqëson ngecjen, është si një re që nuk lëviz kurrë. Kur shtëpia është gri, njerëzit bëhen të pavendosur, projekte ngecin, karriera ngec, madje edhe marrëdhëniet thtohen. Një kliente kishte dhomën e punës gri, punonte 12 orë në ditë dhe nuk fitonte asgjë. Sapo e bëri krem dhe jeshile të hapur, brenda 4 muajsh e dyfishoi të ardhurat. Gri e bën qinë të ngri. Nëse e do grin, përdore vetëm në dyshe me betoni ose në një mur aksen dhe kompensoj me ngjyra të ndezura, të verdhë, portokalli dhe me lëvizje, për shembull. Një shatërvan të vogël ose kambana ere. 4. E kuqja e ndezur.
Ngjyra numër 4 është e kuqja e fortë, ajo që duket si zjarri i hapur. Po, e kuqja është ngjyra e fatit në kin, por vetëm kur përdoret në sasi të vogël dhe në vendin e duhur. Kur lyejmë mure të tëra me të kuqe të ndezur, krijojmë tepri të elementit zjarr. Rezultati? Nervozizëm ekstrem, shere pa arsye, pagjumësi, madje edhe presion gjaku i lartë. Kam pasur një klient që kishte kuzhinë të kuqe të plot, çifti Green Day çdo ditë derisa e ndryshuan në krem me detaje të kuqe. Menjëherë u kthye paqja. E kuqja e tepërt të djeg nga brenda. Përdore vetëm si detaj, një jastëk, një qilim i vogël, një tablo dhe kur në dhomën e gjumit. 5. Blu e thellë. Ngjyra numër 5 është blu e errët, navi blue ose blu mbretërore. Shumë njerëz e duan për dhomën e gjumit sepse duket qetësuese, por në feng shui është uji i tepërt dhe i thellë, është si oqeani në mes të natës. Kur flen në një dhomë blu të errët, ëndrat bëhen të rënda, zgjohesh me ankth dhe emocionalisht ndihesh i mbytur. Shumë njerëz që vuajnë nga depresioni sezonal kanë shtëpi me shumë blu të errët. Blu e thellë mbyt energjinë e zjarrit brenda teje, pra motivimin, pasionin, gëzimin. Zgjidhja: përdore blu të qelet ose turkuoise dhe shtoni gjithmonë element druri, mobilje druri, bim dhe ngjyra të ngrohta pranë. 6. Jeshile e errët. Ngjyra numër 6 është jeshilja e errët, për shembull. Ngjyra e pyllit të thellë. Duket natyrale dhe qetësuese, por është tepri e elementit drujin, pra druj i vjetër dhe i rëndë. Kur shtëpia është me jeshile të errët, njerëzit bëhen dembel, pa ambicie, ndihen të bllokuar. Një klient kishte sallonin jeshil të errët, familja kalonte gjithë ditën në telefon dhe askush nuk kishte motivim për asgjë. Sapo e ndryshuan në jeshile të hapur dhe krem, fëmijët filluan të mësojnë vetë dhe burri mori ngritje në punë. Jeshilja e errët të rënjos në vend, nuk të lë të rritesh. Përdore jeshile të qelet, lime ose mend dhe sigurohu që dhoma të ketë shumë dritë natyrale. 7. Kafe e errët. Ngjyra e fundit tabu është kafe e errët, çokoladë e hidhur ose dru venge. Shumë meshkuj e duan, por është tepri e elementit tokë ynë, tokë e thatë dhe e rëndë. Kur muret ose mobiljet janë kafe të errët, jeta bëhet konservatore, e rëndë, pa gëzim. Njerëzit fillojnë të thonë, kështu ka qenë gjithmonë, nuk ndryshon gjë. Kafe e errët të varros ëndrat. Përdore për dysheme, parket i errët është ok, por jo për mure. Muret duhen ngjyra të hapura që të lëviz energjia. 3 ngjyrat që të sjellin fat, para dhe dashuri. Tani që i kemi hequr 7 ngjyrat helmuese, le të shohim 3 ngjyrat që të hapin dyert e fatit. 1. E verdha krem. Kjo është ngjyra numër 1 për pasuri dhe gëzim sipas feng shui të vërtetë. Përfaqëson elementin tok yang, pra diell mbi tokë pjellore. Shtëpit me mure krem janë si magnet për para dhe mundësi. Unë vet e kam salon krem që 8 vjet dhe çdo vit të ardhurat rriten. E verdha krem të bën të ndihesh i dashur dhe mikpritës, mysafirët duan të vinë, bizneset duan të bashkëpunojnë. 2. Jeshile e hapur. Simbolizon rritjen, pranverën, shëndetin dhe fillimet e reja. Është ngjyra ideale për zyrë ose dhomë fëmijësh sepse nxit kreativitetin dhe qetësinë njëkohësisht. Kur ke mure jeshile të hapur, ndihesh sikur çdo ditë është ditë e re. 3. E bardha fildish. Ndryshe nga e bardha e ftohtë, kjo është e ngrohtë dhe mikpritëse. Zgjeron hapësirën vizualisht dhe energjikisht, pastron karmën e shtëpisë dhe fton mundësi të reja. Shumë milioner kinez i kanë shtëpit livori ose krem, nuk është frastësi. Përfundimi dhe këshilla finale. Pra, miq, mesazhi është i thjeshtë. Shtëpia jote është tempulli yt. Ngjyrat që zgjedh çdo ditë ose të ushqejnë shpirtin dhe xhepin ose të helmojnë ngadalë. Filloni me një dhomë, për shembull dhomën e ndenjes, lyeni krem ose jeshile të hapur dhe shikoni magjin brenda 30-90 ditësh.
Nëse e keni bërë tashmë ndryshimin, shkruani poshtë në komente çfarë ndryshimi keni parë, më pëlqen t'ju lexoj. Abonohuni, shtypni kambanën dhe shihemi në videon tjetër ku do të flasim për drejtimin më të mirë të shtratit për të tërhequr para gjatë gjumit. Ju uroj një shtëpi plot dritë dhe pasuri.